Në këtë video kemi për të testuar disa lloje patatinash, duke filluar nga më e lira deri tek më e shtrenjta. Pringles me bashkëpunimin e Hot Ones. Këto janë patatinat më të lira që gjeta. Kushtoni 10 lek, kështu që le t'i hapim. Nice. Era kikirika. Do shta shpjegon kjo se unë i ka marrë me shje kikirikash. Aha, po ti folë Allah, gjyna e Nga mbrapa nuk është se ka ndonjë lloj shkrimi që duhet të shqetësohemi. Le të t'i provojmë. Janë 30 gram për 10 lek që i mora unë, janë shumë mirë. Kanë këtë ndjenjë si plastike që duken sikur janë plastike. Mua më pëlqejnë, sidomos këto me kikirika. Më duket se kanë dhe shije të tjera, një me pica dhe një me djath. Dhe për çmimin që kanë dhe për shijen i jap një 9 nga 10. Patatina 100 lekë është El Sabor Nachos. Kanë vërtet shumë patatina brenda tyre. Në paketim duket që kanë një tas, një pjatë të mbushur plot me makarona, me patatina dhe që janë me speca djegës të kuq. Nuk e di nëse janë djegës, po janë të kuq këtu. Dhe thot nachos chips, origjinale, sweet chili, gluten free dhe kjo, kështu që besoj se duhet të jetë shënje mirë. Ti hapim. Okej, u hapën smooth, u hapën shumë. Gjeni sa patatina ka brenda kësaj. A është full plot me patatina, apo B? Mos ta themi fare. Është bëja, po, është bëja. E disa janë deri këtu te gjysma, shko. Mund t'ju vëmë dhe shumë fajs se shumica e kompanive këtë po bëjnë ditët e sotme. Janë 100 gram, ato që ishin 10 lek, ishin 30 gram, kështu që ndoshta e kompenson me shijen, kanë formën e Doritosit, janë shumë crunchy, duken që janë shumë të forta, por kanë dhe një si tip flavori të hedhur sipër. E ka vërtet atë shijen e sweet chili, që thot dhe në paketim. Ok. 100 lek kanë vërtet shije të mirë. Dhe përpara se të kalojmë te patatina tjetër, testojmë nëse është e vërtet që e mbush një pjatë plot apo jo. Okej. Dhe momenti së vërtetës. Nga 10, kalim të patatina tjetër. Kalim të patatina që kushton 200 lek. Hearst Carolina Reaper. Sa vogël që është, 200 lek jo. Janë 150 kalori që thot këtu. Është extra hot tot dhe choose your heat. E ka bërë nivelin maksimum. Këtë e shikoni. Janë nga Amerika, from the US. 150 kalori, 28 gram. Ja njësoj fikse më patatina 10 lekëshe që ne provojmë që parë. Këto janë 200 lek, ato ishin 10 lek. Kam bërë me patatina, pse nuk thoni gjëju? E di qa forme kanë formë në... Si kanë ato? Ja, si punë e kësaj. E provojmë. Wow. Oh, wow. E di si të hapë nxehtësinë? E ka fshon gjysmën, kam... I'll do what the fuck I want. You don't want to know. I'm sorry about that. I don't want to. Më thënë, e ka fshon njerë duke si patatinë normale, sikur s'ka nxehtësi, dhe ndërkohë kur ti e duke e ka fshuar, të vijë nxehtësi aq e madhe, aq e fortë, të kap gjuhën nga mbrapa, gazëm në mbrapa deri në fillim të gojës, duke sigur po merr flak. Është shumë pikante, shumë spicy. Por do ta ham dhe pjesën e fundit. Tani jemi normal. Okej, filloj. Wow, më fik mikrofoni. Për shije dhe për paketim do t'i jap një 7 nga 10,
sepse janë shumë pak, mund të jenë vërtet me djath të vërtet dhe jo artificial. E budalliqe janë 28 gram, njësoj si patatinat e para 10 lekë, por ato kushtojnë 10 lek, këto kushtojnë 200 lek. 7 nga 10, kanë shihet mirë, të shishme, por nuk do t'i provojmë. Patatina tjetër është Hers Honey Cheese. Është e njëjta kompani që kishte bërë patatinat e mbarshme, por këto janë me mjalt. You like jazz? Patatina me mjalt dhe me djath. Janë 113 gram. Mjalt edhe djath. Me djath, Maxi! Okej, i hapi. Po hape. Sa të mira që duken. 113 gram, patatina me mjalt edhe djath. Le ta provojmë. Të porta. Kanë shije djathi më shumë, por mbas asaj shijes së djathit vini shije ëmbël, që besoj ai duhet të jetë mjalti. Nuk e prisa që mjalti, patatina dhe djath, të treja së bashku do të ishin një fjalë. Por ja ku e kemi. Çmimi e prish pak, në çmimin 400 lekë, por të paktën një herë duhet provuar. Kalojmë te patatina tjetër e të njëjtës kompani, Deep Dish Pizza. Këto janë patatina me pizza, çdo patatinë me sa duket që nga gluten free. Shija më e afërt e pizzës që un kam parë në një snack, ka qenë ajo e Bejkrozit, bruscheti mareti që i afrohet pak a shumë shijes së pizzës. Patatinë nuk e kam provuar asnjëherë shijen e pizzës, këtu thotë që është 100% duhet të jetë shije pice. Janë shumë patatina. E njëjta matësi duke sigur është me të tëra patatinat, po ja 1, 2, 3. Kjo ndoshta është më e madhe. Është 3 gjysmë sa kutia, 3 patatina e gjysmë. Provojmë shijen e pizzës. A është pizza këtu me ne? Nuk ka shije pice fare. Ky produkti sapo na bëri skem. Nuk ka shije pice fare, mund të jetë 10% shije pice. Mi blini një Cheetos dhe do keni më shumë shije pice, do keni më shumë lek në xhep dhe nuk do t'i kushtoj 500 lek. Dhe arritëm të patatina finale Pringles me bashkëpunimin e Hot Ones. Niveli i spice-it është 5 nga 10. Bashkëpunimi me Hot Ones ka shijen e verdhe. Patatinat janë limited. Hapim. Nuk mendoja se ishte nga ato, kështu që i hapim dhe putësisë. Okej. Kjo duket shumë prestigje që do të hapim tash. Iku ajri. Kjo vin ka erë shumë të mirë. Okej, 5 nga 10, Hot Ones limited only. E provojmë mirë. Do marri vetëm një, ka një shije jeshile. Ka një aromë shumë të fortë. Këtu është mbushur plot, është flavor plot me gjysma është jeshile, besoj se është kjo verde, flavor që është e Hot Ones. 156 gram. Që është okej. Provojmë një qip. Kjo s'ishte okej. I vetë. Me ke godë, i me të vëtëm. What the... Jo... Dhe unë mendoja që këto ishin më të nxehtat, më spicy. O burr, këto ja kalojnë, nuk t'i çoptem. Nuk i provoj më, nuk i provoj. Qofse doni t'i provoni, janë limited only. Por një them mos i provoni.